Këtu që prona ime. Ose po tani do të futem te prona ime. Kush e ka vënë të rrethimin këtu? Po mirë, unë do të futem brenda tani. Unë do të kaloj tani. Ora kam dokumentat me vetë, unë nuk kam këtu dokumenta ku i kam dosje këtu. Kjo është prona ime. Kush është këtu? Por unë do të futem te prona ime tani këtu. Kam dokumenta po të më dhënë. I kam dokumenta tani këtu. Si t'ja bëj unë tani? Unë do të futem te prona ime. Do të futem te prona ime. E kam pronë time ku e kam këtu me dokumenta, prandaj sira këtë e ty t'ja tregoj dokumentat, që kjo është e imja. Ora unë do të futem tani erdha këtu, do të futem. Më tim telefon, ore, kështu ka ardhur, thotë jam pronari. Dik këtu ai, kush e ka? Po del që kjo është prona ime, me dokumenta i kam këtu të gjithë dokumentat. T'ja tregoj atij të gjitha. Unë do të futem brenda. Kush e ka thonë? Do të futem, nga të kaloj të futem brenda. është prona ime, si t'ja bëj? Unë dhe i ka, do të futem brenda, ku të futem tani? T'kali nga mori lartë. Te prona ime do të vjen këtu ore. Ore, vit me një shtëpi që sa u bësh ti, vit marrë shtëpi tjetri. Do ris aty? Ha? Po do të futem brenda, se ti je tani këtu, s'kam njëri tjetër këtu. Nga të futem unë tani këtu te prona ime. Që ke nisur ju? Merë shefi aty kush është, ku ka pronari tuaj. Do të futet brenda, sa të bëj këtu, kjo është me qelë, ç'është e keni ju? Keni lajmëruar do vi. Urdhon? Keni lajmëruar do vi. Kush do vi tani? Kush i drejt do vi? Pronari juaj, shtimali është. Do vi. Vaj dash, unë kam dokumenta këtu që e vërtetoj 4 sipërishe, kjo pronë është e imja. Prandaj dua kështu, hiqeni këtë rrethim dhe unë do të futem brenda. Ta marri vesh gjithë. Si vin këtu njerë, nuk e kuptoj këtë. Kush ka bërë këto drejt gjitha këtu?